Përshëndetje miq, ka nisur një operacion i madh i propagandës dhe i mashtrimit në rrjetet sociale, sikur Rama do të pres samitin e NATO-s në vitin 2027 këtu në Tiranë. Unë ju kam bërë një analizë të imësishme, të hollësishme, e cila të shmonton të gjithë sistemin e rrenave të gënjeshtrave dhe të mashtrimit, të cilat argumentojnë me fakte dhe me prova se si NATO-ja ja ka hequr përfundimisht tapetin nën këmbë Edi Ramës dhe regjimit të tij Tiranë, çfarë duhet ne të bëjmë dhe cilat janë detyrat tona si shqiptar që ta çojmë deri në fund këtë heqje tapeti. Ka marrë një dënim me vdekje politike dhe argumentat, faktet tregohen qartë në deklaratën e fundit të samitit të NATO-s në Ankara. Detajet të gjitha i gjeni tek linku në seksionin live të videove këtu në kanalin Kreshnik Osmani në YouTube. Në darkë do të takohemi për detajet e tjera.